Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dy qëndrime ndaj ndijes mes misionit dhe indiferencës. Në Japoni shpesh herë ndëgjojmë se mësuesi i thot nxënësit mëso, sepse suksesi yt është suksesi i Japonisë dhe dështimi yt është dështimi i Japonisë. E këtu te na shpesh herë i ndëgjojmë mësuesi duke thonë mëso për vete e ki, mëso, mu paga nuk paksohet të mësove apo nuk mësove. Këto dy fjali realisht paraqesin dy bota të kundërta. Njëra e ndërtuar mbi përgjegjësinë kolektive dhe dinjitetin profesional, e tjetra mbi dorëzimin dhe mungesën e motivimit. Në të parën, mësuesi e sheh veten si një hallk të zinxhirit që mban të ardhmen e kombit. Në të dytën, ai e sheh veten si një rrotë që rrotullohet kot pa ndikim, pa ndjesi për këtë mision. Në shoqëritë ku arsimi është themeli i zhvillimit, çdo mësues e di se çdo fëmijë që mëson është një investim për të gjithë. Ai e kupton se dështimi i një nxënësi nuk është vetëm dështim personal, por sinjal i një mungese diku në sistem, ndoshta në motivim, ndoshta në mënyrën e mësimdhënies, ndoshta në vetë strukturën që nuk i jep hapësirë për përmirësim. Në shoqëritë ku arsimi është thjesht detyrim, e kundërta ndodh. Dështimi nuk ndjehet si përgjegjësi, e as suksesi nuk shihet si merit e përbashkët. Kështu, arsimi humbet shpirtin e vet dhe bëhet thjesht një ritual, një mekanizëm ku mësuesi kryen detyrën e vet, e nxënësi e kryen vitin e tij, dhe askush nuk ndjen se po ndërton diçka në kuptim. Në toka shqiptare përfatkeq jemi shpesh më afër këtij realiteti të dytë, jo pse mungojnë mësuesit e mirë apo nxënësit e zgjuar, por sepse sistemi e ka humbur motivimin moral që e bën arsimin një projekt të përbashkët. Mësuesit ndihen të pavlerësuar, të mbingarkuar, e pa zë në vendimmarrje. Nxënësit ndihen të pashpresë, të paorientuar, e pa ndjesinë se dia ka vërtet vlerë jashtë mase, edhe vlerë jashtë anotës. Kështu, lind një indiferencë e ndërsjellët. Mësuesi thot, nuk më paguajnë më shumë, po të jap mund më shumë. E nxënësi mendon e thot, nuk më vlerësojnë më shumë nëse mësoj më shumë. Por për të dalë nga kjo gjendje, duhet të rikthejmë idenë se arsimi është një çështje kombëtare, jo thjesht individuale. Mësuesi duhet të ndihet si ndërtues i së ardhmes, jo si zbatues programi. Nxënësi duhet të ndjejë se çdo përpjekje e tij është një investim për të ardhmen e vet dhe të vendit të tij. Shoqëria duhet të kuptojë se një orë mësimi me shpirt vlen më shumë se 10 orë me indiferencë. Në fund, dallimi mes këtyre dy qëndrimeve është dallimi midis përparimit dhe ngecjes. Një vend që jep mësuesit nderin e një udhëheqësi shpirtëror do të ecë përpara. Një vend që e sheh arsimin si formalitet do të qëndrojë në vend sa do diploma të prodhoj. Nëse duam një të ardhmen ndryshe, duhet të fillojmë nga kjo fjali. Suksesi yt është edhe suksesi im.